Thot, më pyetshin nxënësit për vlerën e sadakajës. Kemi ndëgjuar shumë për sadakajën dhe ajo patjetër shkon në dorën e Allahut dhe Allahu e kthen. Tha edhe vazhdimisht u silsin këta pyetje, domethënë njerëzit alas janë mbinë në ata se a thu vallë më kthehet mua 10 fish po. Edhe thot ja u tregova një ngjarje, çka ma ka tregu mua një plak. Ki dietari tregon se një plak ja ka tregu kështu një nën besimtare. Çfarë ngjarje? Thot e ka dërguar fëmijën e tij në gurbet me punu diku jashtë. Dhe ka met në varfërinë, në kulmin e varfërisë, kur gjas ka pas. Thot derisa ka fshatat e lipsha me hangër me maj shpirtin dhe trupin në jetë. Thot dhe një ditë prej ditëve më furnizoi Allahu me ca buk shumë pak. Thot dhe udhës e pas një të varfër dhe mudhimt dhe bona sabër, edhe pse kjo e varfër vet ja ka dhënë atina. Çat ka fshat ja ka dhënë atij se e ka pasur më të varfër. Çka ka ndodhur? Kur është kthyi djali vet prej vendeve të huaja, ja ka treguar nënës vet një ngjarje. Ai tash ja tregon nënës të ngjarje. Kjo ka harru këtë mesele që e ka bë këta. Thot, oj nan, kështu dhe kështu më ka ndodhur një rast, atje shumë interesant. Thot, jam ballafaqu me Leonin. Dhe akon dukem kaplue, dukem hangër mua, dukem rrëmbye. Thot, po befas, kur është afrua shumë, tha u tërheq. Tha edhe e dëgjova për hir të kafshatës. Për hir të kafshatës. Dhe ja ka tregu datën dhe orën kur ka ndodhur. Kjo shej ka thonë tash ti dash beson dash mos. Në këtë qas dhe në këtë ditë çka ti pe thuket ngjarjet ka ndodhur, thot unë kështu më ka ndodhur me bukën. E kom pas vetëm në kafshat ja kom dhënë asaj. E dietari që komenton tan, thot, ti thot e jap sadakojën këtu. Ku më ditë ku e ka kryer një shërbim ajo atje, larg. E ka pështu pe një kafshat e vogël, një kafshim të madh atje, nga kafsha e egër. Vetëm kjo duhet bindje, nga sa Allahu te bareke ve teala nuk I humb vlerat e njerëzve. Allahu xhallahu ala la yudhi'u ajra al muhsinin. Allahu nuk e humb punën dhe shpërblimin e njerëzve të cilët bojnë mirë. Kjo duhet me qenë bindje.